E dyta, ka një diskutim në Bashkimin Evropian që thotë, ore sa komisioner do kemi, sepse do vi dhe Shqipëria dhe Malizi, dhe duhet të shtojmë komisionerët. E treta është si do t'i bëjmë strukturën vendimmarrëse. Dhe sa më pëlqeni, po ta mbaroj. Dhe ne po themi, kryeministri Rama po thot, e ka thënë disa herë, nuk është herë e parë, po thot, ore ne pranojmë tym edhe pa të drejtë vetoje. Nuk e duam veton, po tham t'ju pyesim ju njerë, se po s'kishim kohë. Realisht nuk kishim një numër telefonit tuajnë që t'ju merrin telefonet dhe thonë më si mendoni ju për këtë, po 0900, se për ty kam këtë numrin, për ty Albana, pa dyshim. Dhe pa pyetur dhe për strukturat vendore, pa pyetur dhe për këtë, pa dyshim. Edhe se kishim këtë mundësi, nuk e kishim këtë mundësi. Pa përmendur. Kështu që sa i përket marrëveshjes, ne do ta votojmë. Ne do ta votojmë marrëveshjen. Zoti Bardhi uluni. Zoti Bardhi. Çfarë zëron çita? Çfarë? Zoti kryetar. Zoti Bardhi uluni. Zoti kryetar, 5 minuta pushim sa Uluni, lejoni të përfundoj fjalën dhe pastaj merrni fjalën për replikë. Uluni. Ta mbaroj fjalën dhe pastaj. Si nxirë jashtë, do më dhe nxirë jashtë. Uluni të mbaroj fjalën dhe ngrini pretendimet tuaja pastaj. Pesë minuta pushim sa të vendoset qetësia. 5 minuta pushim.